Alhamdulillahi alladhi akramna bil iman wa azzana bil islam wa ja'alana min ummati Muhammedin alayhi salatu wassalam. Falënderimet e Allahut që na ndërroi iman, na ngritim islamin, na bëri premtimet të Muhamedit sallam. Sot jemi në rrethim i cili është prej shenjave të mëdha të kiametit. Edhe realisht të marrim mësim të madh që nëse njeriu nuk i këshyr burimet e tij, domethënë me qenë sigurt apo bazohet në konspiracione edhe mendime të kota, atëherë shkon veç duke devijuar, duke humb. E për me ditë rreth shenjave të kiametit ne kena dy burimet tona kryesore, domethënë Kur'anin dhe Sunetin. E prej shenjave ditës kiametit është largimi i dijes, ashtu që ka thënë Enes radhiyallahu anhu, që prej shenjave të kiametit është ngritja e diturisë. E çish bëhet ngritja e diturisë? Na ka thënë Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu, thotë që Allah xhelala nuk e tërheq diturim prej gjoksave të dietarëve. Domethënë çu kanë të ditë për herë nuk din më. Po e bën atë me vdekjen e dietarëve. Kur ka vdek Zeid ibn Thabit, sahabi i madh, në varrimin e tij ka marrë pjesë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Edhe ka dashur me dhon mesazh aty që kanë ato prezencë. Ju ka thonë nëse dëni me ditë çysh ngritet dia, thotë çështo. Thotë el yawma dufina ilmun kathir, thotë sot do zhvarros dije e madhe. E kur s'ka dije, ka ignorancë. E kur ka ignorancë, nuk njihet Allah xhelala. E kur nuk njihet Allah xhelala, nuk adhurohet Allah xhelala. Për këtë arsye, pejgamberi sa ka thonë la taqumu as-sa'atu hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Thotë nuk bëhet kiameti derisa në tokë më nuk ka kërkush që thot Allah Allah. Zbot kiameti, domethënë derisa smetet as njëri që bën çështo dhikr, smetet as njëri i cili përmend Allah subhanahu wa taala. Çepi jep ka domethënë kësaj bote, këtij kozmosi, kësaj gjësie, përmendja Allahut. Çata nëse njëri e braktis to realisht për to është bë kiameti. Për to është bë kiameti. Pejgamberi sa tjetër hadith thotë se dynjaja nëse kish pas vlerë të Allah xhelala, vetë sa kroj mëshkonjës, si kish jep me pi ujë besimtarëve, po tek s'ka vlerë ju jep. Tek s'ka vlerë ju jep. Edhe do të më di mirë besimtarët që çdo pranverë, çdo lule që çel, çdo mëngjes që lind është për shkak të besimtarëve. Edhe tjetra që më jep kënaqëri që mos të ishin kam besimtarët, jo besimtarët s'kishin hangër, bukë s'kishin pi më ujë. Për shkak që Allah xhelala e ka halal besimtarët e tij në këtë tokë, thotë peshtyjna fatin në ditë, peshtyjna kuën e kësaj dynjaje. Që ata besimtarë, nëse habitet domthonë mos dynjas, mos shefet e kësaj bote, atëherë veç e mat me një rregull thjesht. Çka po të habit për sallat? A je lakmia për kranin e mëshkonjës? Ç'është i bën? Çka është e thjeshtë është. Po Allah na rujt uzimin në ashtu po. Ndërsa e kaluam me përmendëm domthonë që çfarë vepër ka bërë Karneni, e ka ndërtuar pendën e madhe, bllokadën e madhe që i ka bllokuar ato ja gjëjët dhe me gjëjët. Allah xhelala thot fa idha jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. E përmend çka ka thënë Karneni, thot kjo pendë ka më qëndru derisa të vjen caktimi i Allahut subhanahu wa taala. Kur të vjen Allahu tani e bën këto thërmi, e bën kokra, e padyshim që premtimi i Allahut është i vërtetë. Ja gjëjët dhe me gjëjët janë ndalë dietarët me fol çka i bën këto dy mërtime. Disa kanë thënë i bën, domthon ujë kripur, domthon kuptimin çdo disa kanë thënë i bën turma të mëdha njerëzish, disa kanë thënë i bën shpejtësi armikut, po deri domthon komentime ndryshme, po nuk është që na hen shumë në udhë, se nëse i shkon me rëndësi kish përmend Allah xhelala, edhe ne kish sharu. Pyetja tjetër është a janë prej bijve të Ademit apo janë tjerë krijesa? Po janë prej bijve të Ademit alayhis salam. Pejgamberi sa më tregon që në ditën e gjykimit Allah xhelala e thirr Ademin alayhis salam. Edhe i thot ja Adem, edhe Ademi sa më thot labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadayk. I thot përgjigjem Allah, edhe hajri është krejt në dorë tua. Edhe i thot Allah subhanahu wa taala yaqul akhrij ba'th an-nar, i thot nxjerrë për bijve tu delegacionin e zjarrit. I thot Ademi sa më ba'th an-nar, e thot kushën për delegacionit zjarrit, i thot për çdo nimive 999 kemi nxjerr për në zjarr. Ata sahabit të një Muhamedi sa çuditën çfarë matematike domthon, veç një njeri përshtat për nimive, edhe i thonë kush është ky një. Kush është ky një që përshtat domthon për këtyne. Thot pejgamberi sa e bëshiru, thot përgëzime, edhe dëmi qëtësu sa vite vetë, edhe neve që vime masajtë, se thot prej nimive,
nxirren domethënë prej Xhoxhit me Xhoxhve e një nxirret prej umetit ton. Ata janë shumë numër i madh. Allah e din sa numër i madh janë. Po domethënë kur të këshyr tani në fund i bjen këtë gjani numër i konsiderueshëm i besimtarëve që pështojnë. Çto bëjmë më son vazhdon hadithin thotë, shpresoj që ju keni me kanë ne treta banorëve të xhenetit. E sahabit thonë elhamdulillah edhe e madhërojnë Allahun. Masani pejgamberi son thotë shpresoj që ju keni me kanë gjysa e banorëve të xhenetit. Gjysa e banorëve të xhenetit. E ata pejgamberi son thotë çat ditë, domethënë farllogëria e madhe është që fëmia thinjet edhe gruaja shtatzan e nxirr barrën e saj. Wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adhab Allah shadid. Ata kemi pa njerëzit e dehur, ata nuk janë dehur. Por dënimi i Allahut është shumë i rëndë. Dietarët janë dakordu që e Xhoxhit dhe me Xhoxhit janë pasardhës të djalit të Nuhut alayhis salam, të Jafit. Nuh alayhis salam i ka shpëtuar bashkë me to 3 djem, domthonë Sam, wa Ham, wa Jafith. Këta tre janë prej bijve të Nuhut, e Nuhu është prej domthonë pasardhësve të Ademit alayhis salam. Ademi alayhis salam është prej dhejut. Kullukum min Adam wa Adamu min turab. Thotë pejgamberi gjithë jeni ju prej Ademit alayhis salam, Ademi është prej dhejut. Për shkrimi tyne ka shumë domthonë fjalë rreth tyne, çu dokën, do ka thonë një të gatë, do ka thonë një shkurt, do ka thonë kanë vesh të mëdhej, me një vesh, domthonë është një përfuni tjetër i mlohen, po këto këtë janë dopta. Domthonë nuk kanë bazë. Ajo që është sakt, ka pejgamberi sa ka thonë sigarul ayun, thotë i kanë sytë vogël, i radhun wujuh, thotë edhe fytyra të mëdha. Më shumë ti përngjajmë me ta kinezët, por nuk janë kinezë. Domthonë nuk janë kinezë, po për ngjasim shkon çështë domthonë se sytë vogël e fytyrat e gjana i kanë domthonë parafisisht ai popull. Janë shumë të fuqishëm, për ka fuqia janë bëjë të fuqishëm, domthonë edhe ata ku shkojnë në ku te Dhulkarneini e kanë për shkak të veprat tyre domthonë shëmtuar që kanë bërë, domthonë krime të shumta që kanë kanibale shkatrimtar. E për këtë pejgamberi sa tregon që kur afrohet dita e Kiametit edhe masi që Isa sa zbret, se Isa sa nuk ka vdek. Por Allah xhelala ka ngrit lart në qiell, edhe e zbret kur vjen koha e caktuar me zbret Isa i kapën në kranin e melekut, edhe zbret si nebi, po ju si nebi me shpallje 3, por vazhdimësia e saj që ka zbrit Muhamedi edhe zbret si sahabi. Qysh si sahabi, se ka taku pejgamberi natën e Mirajit. Natën e Mirajit është sahabia i fundit, domthonë Isa Edhe Allah xhelala i shpall Isa i thotë merri popullin që kanë met, njerëzit edhe strehon në një vend caktuar, domthonë është vendi në kodrën Tur dikon. Për shkak se janë disa krijesa shumë të fuqishme, nuk mundet kërkosh me dal përpara. Domthonë Allah xhelala tregon që këta janë të fuqishëm. Edhe kështu vepron Isa shkojnë strehon edhe rrin atë derisa sa ndrohen punët. Vendbanimi tyne, bazë vendbanimit ton, domthonë ata i vjen që ndikon lindje. Ku sakt nuk dihet. Domthonë disa kanë thënë po kjo është vargmaljen e asaj pjesës mas Azerbajxhanit, dikush mas Armenisë, po nuk dihet vendi i saj dhe Allah xhelala ka marrë në mshaft. Për një gjë dhe me gjë Allah xhelala flet 2 herë në Kur'an. Flet surën Kaf dhe surën Anbiya. Te surja Kaf thot: "Wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd, wa nufikha fi as-suri fa jama'nahum jam'a." Edhe në ditë kanë me gufu këto domosdoshmë 2 fiset më si val mbi njëra tjetrën, që shumë. Edhe kur vjen vakti mu fry suri, kena mi grumbullu krejt njerëzit zbashku. Me në tjetër surën e Anbiya thot Allah xhelala: "Hatta idha futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun." Thot derisa të hapet, domosdoshmë pendaja e gjujve dhe me gjujve, ata kanë me zbrit me shpejtësi mbi çdo kodër. Domthonë s'ka me pas vend tokë që s'kan me shkel edhe s'kan me shatru. Për nga cilësia aty është edhe janë kanibal, edhe janë shumë domthonë ndyt. Ka ditë shumë domthonë që përmend pejgamberi sa rreth tyre. Po një prej rëndësishmeve është një ditë pejgamberi sa është kthy tek bashortja e tij Zainab bint Jahsh, edhe u kanë këgjë shqetësum. Edhe ka thënë pejgamberi sa la ilaha illallah. Ka thënë wailu lil arabi min ash-sharri qad iqtarab. Thot mirë për arabët, çfarë sherrë është avyt. Tash më nënë me para menu pejgamberi sa po gjë i stresuar domthonë, diçka shumë serioze është. I thot çka ka ndodhur? Thot gureti i thot është hap prej pendës, prej bllokadës domthonë, të gjëjve dhe me gjëjve një vrim çikaq. Edhe ka bë pejgamberi sa me 2 gishtin e tij, me këta dhe me këta. Sot do është hap thot çikaq. Edhe vazhdon hadithi i thot pejgamberi sa
gruaja e tij thotë ja Rasulullah, an nuhliku wa fina salihun, thotë a shkatrohemi e tek na ka njerëz të mirë? Ka thënë pejgamberi nam idha kathura al-khabath. Ka thënë po kur shtohet e keqja. Edhe pse ka njerëz të mirë, kur shtohet e keqja vjen dënimi. E çuçi bjen kjo? Se Allah xhelala në Kur'an ka përmend disa vende që ka shpëtuar besimtarët. Domthoni ka dënuar besimtarët dhe i ka shpëtuar besimtarët. Tash ta ka këtu kontradikt? Jo, s'ka kontradikt. Për shkak se esenca është që të mirët dënohen nëse nuk flasin, domthoni nëse nuk dalin kundër, nëse nuk këshillojnë, nëse nuk kritikojnë, domthoni me treguan selenanien, ama nëse mjaftohen, hot na për vete, kena ata për vete, atëherë i kap dënimi edhe të mirët. Se e kena tek ngjarja ato ashabi septit, ata shtunës, Allah xhelala përmend çka ka ndodhur atë. E përmend që këta të mirët që kanë këshilltar i ka shftu, nuk i ka dënuar me dënimin që ka dënuar ata ashabu sept. E thot Allah xhelala wa idh qalet ummatun minhum lima ta'idhuna qauman Allahu muhlikum aw mu'adhibuhum 'adhaban shadida qalu ma'dhiratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ju ka thënë do pse po këshilloni? Pse po falni jo kështu? Çfarë po mirë me këtë mohabeti? Këshini punë të juve. Kanë thënë këta këshiltar, për bojna këtë punë veç me dalë me arsye para Allah xhelala. Edhe nashta ne kush pikë ty në merr vesh. Se tek i fol dikur nashta këndellet. Edhe për shkak që këta kanë deklaruar veten në cilën anjen, i ka shpëtuar Allah xhelala. Që kjo është komenti i këtij hadithi. Sa është hap kjo vrima e pendës e këtij murit, pejgamberi sa mund të tregon që çdo ditë gjëjtë me gjëjtë gërmojnë. Allahu alem kur i ka gropos, kur i ka blloku Dhulkarneini, e çdo ditë ta vazhdojnë këtë punë. Derisa thot ka fundi perëndimi diellit, afrohen edhe hapin vrimën saqë duket pak diçka për jashtë. Edhe thot ai komandanti i tyre mjaft për sot. Tash këtë linjë varpytje, këta pak një mënyrë me ndelet, që tamam çtash bile kur të shet që po dëm u qel, bile mos u lani hiç burra drin sabah. Hajde ti groms, tek e qelëm çtashti, vazhdojnë ana. Po këta thonë bëlla për sot, hajde se nesër vazhdojnë. Sa tash për shër njëri kur është mena sprovës, mena problemit, shumë se nuk ishe. Do të më këshillu me dikën që është jashtë provës, me dikën që është jashtë problemit, sa ai është më qet, është pasqyrën më të pastër. Se ti shumë se nuk ishe. I nervoz, i kështu me radhë, banki ka problem rreth, ka problem familje, kështu me radhë, nuk do të më gut me marr vendim. Për çfarë tash edhe namazi istiharës ku ka një dyshime këtu me radhë. Pse? Ki më fal namazin mas pari, e do të më fal me qetësi, e më fal ka dal, e më përqendruam me lutën Xhelala me sinqeritet. E ju çdo 2 minuta më fal taj që isha bën dosë që ka lënë vezvese. E tjetra masane çfarë do më bë? Do të më dal me fol me njerëz të dishëm, me bë istishara. Mu këshillu me ta, edhe taj kur të merr vendimin mos i bën kur pishman. Po tjetër me ka dhu që kur Allah ti mshil syt s'ka kush t'i qel. Këta kanë mujtë më thonë hajde punojna me 3 ndrime, te kena punu që 2-3 vjet, hajde edhe për një 24 orë mos nalëm. Po prapë Allah xhelala kur ecin këta e kthen gjetën e pashme. Derisa të vjen caktimi i Allahut. Fa idha jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Kur të vjen caktimi i Allahut ka me bë këto thërmi. Çka ndodh kur të vjen? Tash ai komandanti thot lënë për sot është boll. Kthehemi nesër inshallah. E kur thot inshallah, punimet nuk rikthehen më çka kanë. Mbeta e vrimit është e hapur. Kur kthehen nesër e çojnë ata dhe dalin dhe bëjnë feson tokë. Këta ta bëjnë shumë krime kur dalin fytyrshit, domethënë që përmendëm, edhe jam mësuin tek kodra që është Isa selam me njerëzit e tij. Edhe thirrin, a është ndaj kush gjallë Ahmet, mos i që domethënë thuaj se këtë tokën e kanë shkatruar. Edhe Isa selam i thot njerëzve zot të mos falni. Tash ai prisi e gjyshve dhe me gjyshve thot, a pesheni kreti kena vrarë çakon tok, hajde tash ti vrojnë ata që në qiell. Edhe tash i marrin ato shigjetat e tyne, se janë me ta që disa mijë vjet të mshël, nuk kanë pas ndonjë teknologji tjetër. Edhe s'kan më pas, edhe i marrin shigjetat e tyne edhe i drejtojnë për nga qielli. Edhe i lëshojnë ato, edhe Allah xhelala për më ushtu këty në sprovën, më ushtu mosbesimin, ja u kthen ato me xhak. Edhe këta thonë, le që i mëtëm këta në tokë, po i mëtëm me këta të qiellit, i mëtëm me laçet. I mëtëm kushdo që është nalt. E kjo veç për shkatrimin e tyre se ku është qielli i parë me dytin, e lemo ku janë me laçet të kamera. Domthon pejgamberi sa më ka thënë që dallimi i qiellit parë me qiellin e dytë është sikur se një hallk në shkretir. Ta veç percepto pak, çu do këtë një hallk në shkretir. Ta qielli i dytë me tretin është si një hallk në shkretir. Treti me të katërtën e kështu me radhë deri te shtati e kështu me radhë, vazhdon. Po kjo këtë për mi bë Allah xhelala këta istidraj. Istidraj është kur Allah e ngrit dikon shumë lart.
me të mira, me begati, që këta, domthon, në çfarë mirësie kanë sipas shikimit tyne, domthon, pushtetin më të lartin, i ngrit lart, pse? Se murdhu dikush për shkollës, por nuk vrasëm, murdhu për shkollës 100, ka 6 vrat. Çfarë thënë? Edhe kjo ashtu do më Allah xhelal. I ngrit që kur të rëzën, e khadhum bi akhdhi aziz muqtadir. Kur ti kap këta kam i kapni kapje të fortë, që Allah xhelal është i fuqishëm. Sota edhe këtu kam sim tjetër që shpesh njëri nëse nuk ja kthen Allah xhelala begatit që po i vijnë me falënderim edhe me ibadet, po me mëkate, ashtu i ndodh ky sideraxhi. Veç do të më prit dakikën kur i vjen dënimi. Çata njëri do të më pendu, sa herë të bën mëkat e pikthehet me begati, për shkak se është provësh kjo. Domthon është pjesë që i ofër dënimit. Do të më kanë njëri këxhë thellë edhe mi lexu mesazhin e bin për Allah xhelala. Çka ndodh? Asi ta tash nesër në betejë tjetër. Tash do më një thon penisim betejë me Allah subhanahu wa taala. Thot Allah xhelala kella innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Qoftë me vërtet njëri i ka lënë çdo kufi, se e sheh veten ka jetë pavarur. Harren ku kanë. Ju kujtohet tek tregimi aty në banorëve të Kopshtit. Çka ka ndodhur ato? Ai ka harru kush u ka dhuru si begative dhe që ja ka dhënë dhuntit, edhe ka shtyr drejt mosbesimit. Ta besimtare e këshillajke, edhe i rreke gati pa e nuk merr mësim. Qysh i vjen aty në funi, i prish këtë pasuni që ka pas. Edhe çfarë thot? Domthon ja nis me hangur veten e vet, thot o hita bi thamri fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laytani lam ushrik bi rabbi ahada. E kur apo që pasunia ti u shkatru, domthon pushteti ti u shkatru, ja ka nis ai me rrit durt. Shkaj këtë investimi e disa vjetëve, të në ato orë pa flajt, të në ato orë të investume në këtë kopsht, edhe e pa që ju shkatru krejt, edhe e kuptoj që së shdash me thonë ashtu. Së dash me thonë që s'kam nevoj për Allah në gjerë. Edhe që ka thonë, sikur mos t'i kisha ba Allah shak. Që ka vazhdo ma senin? O lem të kun lehu fjetu jansurunahu min duni Allah, o ma kana mund të sira. Edhe thot se ka pas asë njëri që ka mujt minimu. Kërkën se ka pas që ka mujt minimu. Edhe vetë su kanë gjendje me mbrojt që të kapsht. Që ata, që shi vjen fundi këti popullet, këty në gjëshve edhe me gjëshve, në ka zënë pejgamberi samë. Se Isa e samë në kështilë dhe jemi ata banorë të vetë, edhe ata në begati një fanyre, edhe pse kënina është sprova jashtë, po jenë të nejtë me një nebi të Allah Gjellara, një prej e ulul azmit, edhe e pysin vazhdimisht, e pysin për gjenetin, e knosim e ta, e kënin nuk jenë të e vrejtë sprovën që është. Kur dalin jashtë, e shohin që kanë bo, edhe Isa e sa me lutë Allah subhanahu wa taala i thëtë që mi shkatru këta. Që vjen këtu në fundi, a ju vjen përmes me laqev, si kurse në betejën e Bedrit, apo ju hapet toka, apo bjen gur për qiellit, ja, shumë i përbuz Allah dhe me dënim i përbuz. I dërgën Allah një farlloj krimbi, si cilit i shfaqet në trupin e tij. Ky krimbi në ghafet i thojnë, domthon del tek kafshët, tek lopët e kështu me radhë, edhe kur ju hin ai, domthon i myt, çka i vogël po i myt, me një vdekje shpejt. Edhe këta për herë, të në i numëri ma që kanë, për herë krejt vdesin. Që me të ka dhu që sot do i ma që dërgën Allah diçka shumë të vogël, edhe me të dënu për me saj. Edhe, tash bëhon do ma shumë kufo, ma kur del Isa i sa bashkë me shoqërus të tina, së më në me ecë për shkak shumë trupa. Edhe lutë Allah në gjelala mi hek, vindë shpes të mëdhaja prej detit, edhe i kapin ata. I kapin trupat e tyne edhe i gjujnë deti, po prap se prap shumë era ranë, jashtëzakonisht e keqe, zër me dalë, domthon toka e ndytë kështu më radhë, për shkak që çka kanë bërë ata. Edhe e lutë Allahun prap që me pasur tokën. E bjen mas kësaj një shi bereqetshëm dhe i bollshëm që pastruhet këtë toka. E mas kësaj dalin bimt, e dalin lulet, e kafshët çat shumë, domthon fryhen për ushqimit të mirë që kanë që qesin shumë qumsht. Edhe mas kësaj Isa e Sam e udhëheq tokën me drejtësi, me ligjin e Allahut të pastër për çdo tmete, edhe vazhdojnë jeta ashtu derisa të vjen dita e gjykimit. Domthon çash e gjysh dhe me gjysh e kanë marrë sherrin me veti, domthon krejt i noti që ka me tokë, saqë edhe fëmia lun me luanin, edhe luani nuk e prek fëmin. Domthon nuk e grit as nuk e dëmton. Edhe me ujë ku lun, sa nuk i bën ujë. Për shkak se këtë e keqja është mbledh për gjyshve dhe me ta ka shku.
Pastaj na jep edhe një mësim tjetër që këtë që janë hadithet pejgamberit sa më të sakta. Domthonë janë shumica janë prej dy burimeve kryesore, domthonë prej Imam Buhariut dhe Imam Muslimit. Me të kallëzuar që këtu nuk janë telenovel, ç'to kanë menduar. Veç Allah do të me lut që mos më na nxon që këtë ditë mos provu me këtë provë. Se kjo për çka mendohet, kjo aki sikurse diellin çfarë sheshe. Edhe tjetra, na ka thënë pejgamberi sa që këto janë ngjarjet e të ardhmës. Që e bën pejgamberi sa ton veçantë se të ka thënë që nuk fol ky njeri për mendjes tij, po fol për shpallje, se këtu punë nuk kish shumë mi ditë njëri i cili është mashtrues. Po një i cili ka lidhje me Allah subhanahu wa taala. Dietar tash kanë fol ku është kjo bllokadë. Ku është kjo far pende? E përmend Ibn Kathiri rahimahullah që një halife e ka pasur emrin Al-Wathiq e ka nisë një ekspeditë dhe ka thënë aty ka thonë shkoni me lyp ku gjendet, edhe mos gaboni mu kthy pa gjet. Ç'është është puna. Tash ta një nis edhe rrafsh në 2 vjet që kanë kaluar në atë ekspedite, tu kalu prej katunit, prej vendit vend, prej mbretëri, tu pyet ku gjendet të kështu me radhë, edhe thotë derisa kanë mbrit tani bllokadë e madhe. Kur kanë shkuar ato e kanë gjetë shumë një ndërtim i madh, domthonë me zinxhir, me hekra, me dyrë të mëdha, edhe rreth tyne do far mjalta, do far sene që i kanë lënë ata popujt e mëhershëm. Edhe çato afër dikon e kanë gjetur një farë lloj, si lloj kufini, si lloj bllokimi tjetër që nëse dalin, mos me mujt me shku larg, për shkak se ato kanë ato një popull. Sa ka mujt me kanë vërtet kjo Allah din, mas mirë për shkak se ka dobësi, e ka përmend dietar që ka dobësi në zinxhir. Po ku është? Pra poshtë fshat. Edhe tash më mund dikush po tash në satelitat, pse s'ngjinet? Edhe pse është teknologjia shumë e zhvilluar, ka shumë vende në tokë që nuk dihet, nuk domethënë veç kjo. Domethënë oqeani që na rrethkon në tonant, nuk dina shumë për ti. Domethënë nuk e dina çka ka atje poshtë, nuk dina çka ka. E lemo për pyet thella, e lemo çka ka në tokë. Domethënë për çfarë është edhe shkencë veti arkeologjia, që ka njerëz që merren me këtë punë që me ditë ku ka pas vendbanime. Se kanë kaluar 200 vjet, nuk e din që ato Bomakia ka një fshat, se ka mbulu plonë, ka mbulu dhe këtë më radh. E lemo për një vend që ka mbulu Bomakia koha me mira vet, por kur vjen koha, Allah xhelala ka më shfaq. Nëse na sprovon Allah me këtë provë, me lut Allah që më na bëj për atyre që kanë qenë fitimtar, nëse ju na bëj për atyre që janë besimtarë dhe është Allah i kënaq me ta. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala Muhammad.